Vllaznia do të zbresë në fushë të mërkurën për të përballur me Dinamon në ndeshjen e parë të kupës. Ky takim do të luhet në Air Albania në Tiranë dhe konsiderohet mjaft i rëndësishëm për ecurinë e mëtejshme në këtë kompeticion. Objektivi i skuadrës kuqe-blu është i qartë, sigurimi i fitores që në sfidën e parë, në mënyrë që të mos mbetet gjithçka për të vendosur në ndeshjen e kthimit në Shkodër. Para kësaj ndeshje ka folur sulmuesi Kevin Doda, i cili vlerësoi ekipin e Dinamos. Për ne është një ndeshje si tjetër edhe një ndeshje kampionati, duhet ta vlerësojmë maksimalisht. Shpresojmë që dalim me fitore dhe të vim në Shkodër, që të vim sa më qetë. Të rëndësishme kanë qenë edhe ndeshjet e kampionatit, besoj me Dinamon, sepse ka shumë kvalitet si ekip. Dinamoja vjen pas një fitore thellë 4-1 me Elbasani dhe besoj edhe ato janë shumë të motivuar ndaj nesh, por ne dojmë zbatojmë detyrat tona dhe dalim me një fitore. Vllaznia gjithmonë ka hyrë në fushë që me fitu, shpresojmë që dalim me një fitore që theksova edhe më parë që jemi sa më të qetë në Shkodër. Doda i tregoi se komunikon her pas here me drejtuesit e CSKA Sofjes, klub që ka në pronësi kartonin e tij, ndërsa foli edhe rreth të ardhmës së tij. Po, ato pas çdo ndeshje pyesin si ndirë, si e, më urun para disa ditë për golat që shënova dhe ajo është diçka mirë edhe për mua. Me vllaznin gjithmonë kam pas bashkëpunim, si dihet ta shohim deri në fund sezonit si do shkojnë gjërat dhe mbetet për të parë kjo. Ky takim do të luhet të mërkurën prej orës 18 në stadiumin Air Albania.